njeriu më të korruptuar të Europës dhe ndoshta një nga më të korruptuarit në botë, po perfeksionohet. Jam I bindur që ne do ta kthejmë këtë model proteste në një model për të cilin nesër do të thuhen shumë gjëra, do të tregohet se si protestohet, se si ngrihet fryma, se si qëndrojnë qytetarët edhe kur ndihen të vegjël përballë regjimit më autokratik dhe më të korruptuar të Europës. Sot më erdhi berberi, do thoni ju ç'lidhje ka kjo me fjalimin. Dhe kisha atë dilemën, a të qethem në shesh apo ti ke atje për të qetë. Pastaj thash, ajo që po bën Adriatik është të vrasësh komplekset që ka kjo shoqëri që fshihet pas fasadës. Si me thënë, kur I pyet njerëzit këtu si je, mirë të thënë. E vërteta është që nuk janë mirë, se kur thehohesh në muhabet me ta, kupton që kanë një mal me haue. Kupton që realiteti nuk është ai që shpërfaqet. Është eksaktësisht si pallatet tona këtu në rrugët kryesore, që kur u del nga përpara janë suvatuara të lyera dhe kur u del nga pas u ka rënë kockat, brinjët dhe tuat në të gjitha cepat e tyre. Dhe kjo është një gjë që nuk mund të funksionojë më kështu. Dhe për çudinë time, kur unë po qethesha, që është një veprim krejt normal I çdo qenie njerëzore për të mbajtur estetikën e vet, një deputet I Parlamentit të Shqipërisë më spiononte nga autoritarja atje. Dhe me doza ironie gjasme I kishim prishur estetikën e kësaj godinës këtu. Të kësaj godinës këtu, brenda së cilës gatuhet çdo ditë vjedhja e ilaçeve të fëmijëve të këtij vendi, brenda së cilës gatuhet çdo ditë vjedhja përmes ligjit e pronave të qytetarëve të këtij vendi, brenda së cilës gatuhet çdo ditë vjedhja e parave të ndërtimit të rrugëve, urave, shkollave, qerdheve, kopsheve të këtij vendi, brenda së cilës gatuhet çdo ditë skema e vjedhjes së subvencioneve të bujqësisë, të blegtorisë, siç ka ndodhur me fondet e IPARD-it. Fasadë e cila me zimbahet në këmbë përmes propagandës. Ne nesër kemi protestën e parë të madhe. Unë uroj të jetë masive. Unë uroj që nesër qytetarët të derdhen masivisht në bulevard për të treguar përmes prezencës së tyre që ata si individ janë kundër regjimit të kleptokracisë dhe hajdutërisë më të madhe të Europës. Nuk është e lehtë të qëndrosh në një trotuar, të hash në një trotuar ku të shikojnë të tjerët, të flësh në një trotuar ku kalojnë njerëz që nuk I njeh, aq më shumë kur je vajzë kjo bëhet edhe më e vështirë. Po nga ana tjetër është akt I lartë qytetarie të mos e pranosh të pavërtetën që sistemi na thot se është e vërtet, të padrejtën që sistemi na thot se është e drejtë, të gabuarën që sistemi na thot që duhet jetë norma mbi cilën duhet sillemi. Dhe ne jemi këtu dhe po qëndrojmë këtu ditë për ditë, natë për natë, për ta dhënë këtë model që nesër kur ky të rrëzohet, se që do rrëzohet nuk ka asnjë diskutim, populata e këtij vendi të marrë mesazhin që me qëndres qytetarët I rrëzojnë qeveritë e tyre, kleptokratët, autokracitë. Nesër, në këtë bulevard, do duhet të derdhet çdo qytetar që I shmohuar e drejta, që I shmarr prona, që I bën pa drejtësi. Do duhet të dalim dhe të bëhemi bashkë. Ne të mirët, siç ata bëhen bashkë për të na vjedh ne. E keni vënë re si të këqinj bëhen bashkë pa pasur komplekse? Nuk kanë fare komplekse. E gjejnë shumë shpejt llafin me njëri tjetrin kur bëhet fjalë për të na zhvatur.